Pas 3 dekadësh, shtëpia e shkrimtarëve dhe artistëve në Durrës përrikthen një traditë shumë vjeçare, hapjen e 2 ekspozitave kolektive të artistëve të artit pamor në qytetin bregdetar. Në ambientet e galerisë tashmë të rikonstruktuar, Nikolet Vasia ardashësit mund të shohin tablo dhe skulptura të artistëve dursak të 3 epokave të ndryshme me ekspozitën e titulluar Pranverë. Në një simbios të pakoj janë bërë bashkë veprat e të mëdhenjve të artit pamor në Durrës, si Sabri Tuqi, Agim Kavaja, Zef Ujka, Gavril Priftuli, Skënder Kokobobo, Dimitër Arrallambi dhe shumë nxënës të tyre. Këtu kemi 71 vepra, nga një grup i gjerë autorësh, e kemi konceptuar në 3 epoka. Realizmi për mua është baza. Pastaj gjithë gjërat e tjera, rrymat e tjera që vinë janë post-realiste. Kështu që këto qëndrojnë mjaft mirë. Është e vështirë për t'i bërë bashkë të gjithë artistët e një qyteti në një ekspozitë kaq të madhe sa është kjo, me emrin e bukur Pranvera. Kjo ekspozitë për mendimin tonë është një hap i parë, një hap i madh drejt bashkimit të shkollave, stileve të ndryshme, përvojave të artistëve të Durrësit. Nga data 25 prille deri më 19 maj ardashësit dursak, por edhe turistët e huaj do të mund të vizitojnë në galerinë e qytetit disa nga veprat më të mira të artit pamor të 80 viteve të fundit. Mesmërisë e natyrave të qeta, peizazheve, kompozimeve, portreteve e skulpturave të ndryshme, ardashësit përshkrojnë në mënyrë figurative rrugtimin e artit pamor dursak, që nga periudha para realizmit socialiste deri në ditët tona.